Godina e parkimit apo njëja multimodale e objektit të Durrësit është hapur kryeministër në fund të vjetorit. Këtu akomodohen rreth 353 mjetet parkuara, plus parkimet e bicikletës është hapur. Kemi edhe ambiente të zyrave, të cilat do të shërbejnë si qendër ku kompani të ndryshme, inovatore, të rinj, të cilët punojnë me aplikacione apo me inovacionin, mund të akomodohen për të qëndruar këtu për ta pasur si selit vetëm. Kjo është një qendër multimodale, jo thjesht një parkim, ku përveç hapësirave të parkimit që janë të automatizuara, po themi çdo gjë, është pjesë inovative, janë dhe ambientet për të rinj, për startupet, sigurisht që kjo qendër kthehet dhe një laborator në real life. Praktikisht një laborator që ata mund të testojnë vetë tyre. Këtu janë ambientet të cilat përdoren edhe nga Universiteti i Durrësit. Si e mirë Hadexit në zhvillimit në bashkëpunim me Universitetin e Durrësit, kemi angazhuar një sër të rinj që bëjnë praktik në punë, në fushën e kodimit, është një startup që ka bëjnë një startup, një aplikacion për parkimet, që ka prezentuar në shpëndjerit. Mirë du. Kjo është hapësirë për ju edhe për gjithë ata që keni afër rrotull në shkollë, në universitet, që duhen të vinë të punojnë këtu për sa i përket gjithë inovacionit. Është shumë e mirë. Jemi shumë të kënaqur me edhe gjitha mundësi që bashkëpunojmë edhe me fondin, edhe me patjetër edhe me instancët e tjera që ka organizuar, si Startup Albania, ne jemi nga startupet që jemi suportuar nga Startup Albania, nga agjencia. Me patjetër edhe fondi ka qenë gjithmonë pranë nesh edhe këtë inovacion ta sjellim realisht që të preki klientin fundor, shoferin e përditshëm të Durrësit, edhe shpresojmë gjithë Shqipërisë. Super. Në fakt edhe kemi ndërtuar disa prototipe hardwareike për të matur disa të dhëna që mund të ndodhen në një park Godine për të ballafaqur edhe është bërë një dom sakt dhe kemi mundësinë domethënë që mund të lidhim edhe çdo pajisje digjitale me sistemin tonë, pavarësisht që çdo pajisje mund të ketë software të tyre specifike që janë si kufizime të dikush të dikujt që bën investime specifike të Godinën. Gjithashtu objekti është edhe i pajisur me panele fotovoltaike, të cilët do të shërbejnë sigurinë edhe eficiencën e energjisë elektrike. Është prototipet me printim të shota, po? Kjo është shota, kemi bërë projektin e shotës në bashkëpunim me kompaninë e Timakut, ke kompjuterin e shotën edhe projektin e 3D-s. Po tani është duke u replikuar. Edhe duke u adoptuar që filloi prodhimi, no? Kjo është versioni final për prodhim. Po pra janë, se isha edhe pash, janë bazën që hynë në prodhim. Gratë që atë që këmë bashkëpunuar për dizajnin me shotën dhe të përbëjtë një pjesë makine. Me printim 3D. Plastika që kemi përdorur është PLA. Më pas bashkohet ato komponentët së bashku dhe aplikohet fibra xhamit ose fibra karbonit në varësi të modelit të makinës, të kategorisë. Kemi dhe syze VR për të të rinitës funksionale. Gjithë makinat duke sigurisht realisht aty bashkë në provë që të bën. Gjithashtu bëjmë testime aerodinamike me anë të programeve të ndryshme. Kjo është një karige që është pintuar modeluar dizajnuar. Do të janë projektet e makinës shasia, projekti shasis, bashkëpunëse të kaluminit, të cilat prodhojnë një makinë tjetër që është në ardha të mostratu. Më pas kemi dhe pjesën e të konceptimit, pjesën e dizatimit të skicave që është faza fillestare fare. Në dizatimin e skicave në të tjerë, të markët, si dhe të tjera, më pas që janë prodhojnë të
pastaj realizimi shkandimi. E gjithë objekte shërben si një rampë, pra të 7 kateve godinës, mund ngjitesh pra edhe në këmbë gjatë gjithë lartësisë, por është një rampë në ngjitje, kështu është dizenjuar nga projektuesi dhe e cila në vetë shërben si parkim pastaj. Shkallkade, Po, bashkë me pjesën e mbulimit që ka struktura me fotovoltaikët. Këtu kemi parkimin e biçikletave, pastaj është parkimi i mjeteve, lart kemi dhe një ambient rekreacioni, bar i cili është hapur po. Të gjitha pajisjet janë vendosur që t'jenë automatike, pra qoftë parkimi me cash apo edhe ai me bilet, por është dhe opsioni me kartë. Dhe kjo e bën që t'jetë efikase, le të themi 24 orë, përveç stafit i cili do t'jetë këtu për mirëmbajtjen e zakonshme të godinës. Objekti normalisht ndodhet shumë pranë në stacionin e trenit, prandaj e konsiderojmë një nyje multimodale, edhe me portin e Durrësit, edhe nesër me projektin e Marinës, po, i cili është në rekonstruksion. Së bashku me pjesën tjetër të investimit në Kurrë. Ne jemi duke identifikuar dhe disa zona tjera në qytet përministër për nevojën që kemi për parkim. Kjo është një objekt shumë i mirë, i cili edhe me kalimin e kohës në të ardhmen do të jetë akoma më eficient. Çdo gjë është nga sensorët që tregon që në hyrje se sa vende parkimi janë të zëna, se janë të lira. Tu do të ketë edhe paketa, pra edhe për banorët që jetojnë afër, do të kenë mundësi që të paguajnë një herë muaj, që të jo vetëm parkim me orë, por do të jetë me orë për ata që janë vizitorë apo le të themi që e lënë makinën për kohë të pjesshme, por do të ketë edhe paketa për ata që banojnë dhe duhet ta lënë në fushë sepse këtu siguria është maksimale që monitorohen kamerat 24 orë. Elektrike janë 4 skarikues të makina elektrike, për kjo po edhe këto si shërbim i gjithë si parkim. Është në lavazhin që është ende nga mbrapa.